Unë po të marrë 100% denoncimin që ky është një regjim i plot. Nuk ka regjim. Regjimi barabartë si shtuatimi Putinin. Megjithse, unë s'jam me këtë ide, shumë kolegë nuk janë, një kolegu tjetër që të shkruan të ty, i botuar në lapsi, i botuar të unë e të gjithë. Mundet të debatojmë. Do të debatojmë, po. Do të debatojmë. Po e fillojmë... Model putinist... Edhim që tani. Por, unë po të marrë për një moment që ky është një regjim. Absolut. Tani këtë regjim bushat, kush e rezon? Ti, unë dhe këta dy në krahun tim, apo duhet opozita? Së mënyra se si rezon pastaj, po i quajmë regjim, është e gjena jo apo jo? Ti mendon që nuk ka vend fare për kritik ndaj opozitës dhe ke këtë mendim. Me që ky është një regjim, një minutë. Për kritik, po është kritik e panevojshme. Se tu thua është e shenjtë dhe e paprekshme. Jo, e ke bërë të paprekshme dhe të shenjtë. Pse është e panevojshme? Po kush do të arrëzoj? Më falë. Kush do të arrëzoj? Ka një debat, që është debat shumë i madh. Adriatik Llapaj, gjatë gjithë fushatës, ta do marrë 13 deputet. Po i merrte 9. Një sekundë. Po t'ishte sistemi ndryshe. Mirë pra mirë. Po që se Sali Berisha, me Edi Ramën, nuk ishin bërë këtë sistem për vete. Po do ma edhe është një ide komplet tjetër. Ide më, dakord. Pra, Adriatik Llapaj me këtë sistem u fut dhe tha do fitoj 13. Mori një. Ashtë debat ky shumë i rëndësishëm. Që të ndrojë sistemi. Japi dorëheqjen Adriatik Llapaj. Jo. Pa dyshim. Jo. Por sa shqiptarve... Jo, se sistemin se ka bërë Adriatik Llapaj. Po jo, pra jo, me këtë sistem tha i do marrë 13. Po do merte se pirte njeri për sistem tjetër. Ashtu. Apo jo? Pra nuk i doli. Sistemi tjetëri jep të nëndë. Pse ta them këtë? Se gjithë këto që u thanë, edhe ato që tha Dashi për PD-n, për Saliun, unë jam i firmos, po më dakord jam, gjitha. Po them është debati panevojshëm, se një forcë politike që është kali ngordhur, impaktin mbi jetët e shqiptarve e ka 0, nuk mund të zërë hapsirat më të mda. Ore, ne sot duhet... Hajde ne të marim gotat me ujë dhe të rëzoj me dirama ne. Ne sot... Këtu. Po se bëjmë dot ne modha. Unë të lëtë të flasë është... Po kush e bën? Kush e rëzon e dramën? Tani më bëre 2 pytje. E para kush e rëzon e dirama. Një është pytje. Dhe pytje në dytë, pse thua ti, pse refuzon ti të flasësh për opozitë. Nisa të shpegoj të parën, refuzoj të flasë për opozitën se e ka impaktin 0. Atere, kush e rëzon e Ramën? Tani, kush e rëzon e Ramën? Kundër pyetja është, kush e rëzoj Ben Aliun? Kush e rëzon Putinin? Kush e rëzon Erdoganin? Pra, në regjime, o vendos zoti, kur të merë jetën, ose një herë në 50 vjetë, njërë 70 vjetë, ngrien njerëzit dhe bëjnë revolucion. Në regjime... Kryetari opozitës vete vdesore në burg, e vret në burg ai. Dhe sa këtu kryetari opozitës, opozita është me pasur se pozita. E qarë do me thënë kjo? Kjo do me thënë që... Këtu, prit. Ska opozit. Po të marrë këtë, këtu s'ka opozit. Sali Berishën dhe Lul Bashën për para i ka bler Edi Rama. Kush është më katë më i madh, a i që shitet, apo pushteti që blenë? Në qofë se ne të dy jemi në këtë emision. Të dy barabar më. Dhe ty ose mua më ka bler Edi Rama, më kati më i madhësh imi apo joti, apo e ti që ka fuqim për të blerë? Ne që ne ka bler Edi Rama? Jo, a i që ka fuqim për të blerë. Po, Edi Rama në këtë rast. Pushtetet korruptojnë. Edi Rama në këtë rast. Edhe në qofë se opozita është e blerë, nuk duhet mor ta blej. Nuk duhet mor. Ne këtu kemi qënë. Fatosnano, kur humbi pushtetin, nuk e bleu klanin. Sali Berisha, kur humbi pushtetin, nuk e bleu as vizionin, as topin. As gjithë oligarkët e Edi Rama. Pra, pushteti gjithmonë... Pushteti autokratik, o të blen, o të fut në burg. E kamë, po e vendosi e bën. Puna është, a e bën, dhe ne them, ne kemi akoma sindromën e spionit të kohës diktaturës. Jemi një shoqëri që fajsojmë jo xhelatin, po atë që në presionin e xhelatit shkoje u bë spion. Përse a ishë burmi miro? Në presionin e xhelatit shkoje u bë spion. Dhe sot themi, filan gazetar
ushqit. Po mirë, më nuk është e mirë që ushqit. Po kush e bleu? Por faj më i madh, Që ti që e ble? ai që ble. Po. Pra, Ilir Meta ka shumë faj që i blen Lefter Kokën, Nasip Naçon, deri ke Brahim Llari. Po kush i bleu, se Ilir Meta përfundoi në burg. Po pse media nuk është e blerë këto? Po pra, po kush i blen? Të dy paret. Media, Kush jo, ka patur? po jo pra. Ua, Jo. po ti e ke thënë këtu më? Se Fatos Nano, pa prandaj ta thash, Fatos Nuk bleu, po. dhe jo bleu. Jo, pati një moment, për tha unë nuk mere me këtë televizion. Nuk po ta them emrin. Ashtu. Se të bëjnë shënime. E para. La klanin. E la klanin t'i bënte opozit deri në fund. Sali Berisha e la Top Channelin dhe Vision Plusin, 2 televizion kombëtar, ti thua se asnjëri nga këto ishte i pashitshëm? Ishte, i shqit. Jo pra. Por se nuk mundet ta bësh, ta shndrosh demokracinë farë si Putini. Po pra. Pra, Dhe këte- edhe Si mund të krahasohet? unë nuk kam parë, dhe mbarova po se mora shumë kohë, unë nuk kam parë njerëz që të ankohen pse është opozita e dobët në Rusi. Pse janë media të shitura në Rusi, por të gjithon është sistemi që ka ngrit Putini, që çdo lloj opozitarizmi edhe kritik, Atere, edhe politik. ore po jemi në... Jo, të Por aty- lutem. Jemi okej mo. Po kush e rëzon këtë sistem? Tu, ne Minut. kemi, aty do këtë e përgjigje tani. Po s'po e kthen këtë përgjigje. Ta thash, Që ti kërkon që të rëzojmë ne këtë, se rëzojmë dot. jo, nuk rëzojmë, s'po them atë. Po se rëzojmë dot. Unë po bie Hajtë ngrihemi, po si ta rëzojmë? Unë po bie dakord njerë, me që redhe ti, Okej. që jemi në një regjim Po. autokratik. Tani kush e rëzon këtë regjim? Rëzohet, Kush e rëzon? nuk rëzohet. Jo opozita. Nuk bie fare. Jo opozita e Sali Berishës Po në rregull, është mund të vazhdojmë tani që- ngordhur. Po dhe Donald Trump je Meloni. Donald Trump i shërat për vete, mo, po e bën Nuk- po e bën si Nuk e mundin dot. Do me thënë, ne kemi arrit nuk në do jemi absurdin- shumë, do jemi Dëgjoj, vetëm me një Ne kemi arrit në absurdin që nuk ishte një pyetje Nuk fajsojmë Hitlerin, Nga që mbron këtë ide, ishte një pyetje- Einsteinin që la që do Gjermani. ta vazhdojmë më pas. ky duar larg Do jesh tu. edhe. Po, ka një qasë. Do jesh te vazhdimi i bisedës. Apo ta mbyllësh tu? Jo, po do ta mbyllim sepse kemi vetëm një pyetje për jo për këtë, sepse jemi prapë në debat. Kemi vetëm një pyetje për zotin Bido. Si do ta qeverisë PS këtë supermandat që ka marrë? Po ju e ndatë. është regjim diktatorial, ku e di unë putinist. Se do fillohet ky, Kemi do fillohet gulage. kjo duhet i tani. Tu kemi vrasje në burgje, vrasje në... Ku e di unë, qa s'ka këtu? Ju e ndatë. Unë nuk e di se qa bëhe në këtë bisedë tjetër, veç sa i Jo, botës paralele. unë e ndava për një arsye tjetër. Më falë minutë, unë e ndava për ta pyetur kolegun se këtë regjim kush e rëzon vëlla. Ta zëm se është regjim. Kush e rëzon? kjo është- Nuk e mora akoma përgjigje, nuk e rëzon dot të doja thënë. Debati publik. Arrohet të arzoj Ata për themi të. gjësëm. Ore, ky debati, të lutem, Kush ky debati ju publik, i cili nuk merret mbi çështjet, të cilat shqetësojnë njerëz. Kemi vetëm 3 minuta, Dhe merret mbi kush do rëzoj Edi Ramës si qëllim në vetvete. Pra, nëse qëllimi në vetvete, Mos e korrigjohet, ai provokon. ai është në punë, po dhe tani, po ti ta po i them dhe unë kërkove. shqetësimin tim qytetar. Po tani po do dhe për shatin. Tjetër le ta Jo, kem. e kishte mirë. Po ta them dhe unë shqetësimin tim Do të e qytetar. ka dhe për mua, mo. Ta them shqetësimin qytetar. Ky shqetësimi juaj opozitar që është kapsulohet edhe përqendrohet vetëm kush rëzon atë të metën e madhe, të keqen e madhe, si qëllim në vetvete. Pa u futur fare në shqetësimet e njerëzve. Kjo është arsyeja sepse s'ka për të rënë kur ky regjimi satanik i tmerrshëm, ku e di unë çfarë, që nëse do të ishte putinist, do ishe o në burg o në varë, dhe ti dhe unë. Jo, Se dhe unë nuk ma mban goja shpesh herë. jo Bido e di. Ne të dy bashkë do ishim o në burg o në varë. E di ku është Këtë regjimin satanik E di tonin. pse nuk flitet kjo për hallet e njerëzve për sepse duhet shpikur një debat sa e keq. Ky që po bëni ju? Sa e keq. Mo ky që po bëni ju? Mo ky që po bëni ju? Un kam të paktën gjithë të fushat që kërkoj si na ka qeveri. Hajde bëjmë debat si na ka qeverisë Edi Rama, çfarë ka funksionuar, çfarë nuk ka funksionuar. Diqni fushatën që kemi bërë, këtë kemi bërë me qytetarët, prandaj kemi fituar. Vërtet mburremi me 10 milion turist, po nuk flasim kur për gati gjysmën e shqiptarëve që nuk bëjnë dot 10 ditë pushime në verë sipas sondazhit fundit që u bë. Të lutem. Pra, do me Manda u thënë, shifra. Të kemi bërë dhe prandaj kemi fituar.
Po, bra. Sa atje në Ksamil ka dhe të varfër që s'bëjnë do të plash që janë në Ksamil dhe kemi fituar votat e tyre duke bërë këtë lloj debatje, duke bërë këtë lloj Se si keni diskutimi me ta. fituar, kjo është punë çështje tjetër. Po kjo është gjithë çështja pra. Se si keni fituar, kjo është çështje. Ne nuk bëjmë këtë lloj debati Se tani nuk dhe është kthehemi mos e debatin satanik Se si vetëm keni me fituar, në këtë botë paralele. Në 1 minutë ylli, shko. Jo, po, Qasje- 1 minutë e gjysmë kemi gjithsej. Kjo qasje pushat është pesimistike, pasi është lodhur. Unë mendoj që të njëjtat gjëra për shkak të qëndrueshmërisë së Ramës 3 mandate i ka thënë shumë vite me radhë. E para, e dyta, dhe nuk se ke gjetur zgjidhjen. E para, e dyta, ti Fajnë se ka ai që vjedh. Jo, E ka unë që bërtat. është ai skeqi, ai që vjedh, ai që vjedh ka fajmi, po ti ngërthen vete 2 role. Edhe të analistit dhe të aktivistit politik. Fare. Të aktivistit politik për shkak të popularitetit madh që ke, mund ta lush fuqishëm, por nuk po e lun mirë. E kuptoj pse s'po e lun mirë. As se bëj, as se kam ambicje të dytën, fare. Jo, unë mendoj që Bëj mundet. detyrën si Protesta e studentëve, e cila kishte legjitimitet, e cila kishte freski moshore, e cila kishte autenticitet, e cila kishte në themelin, e rrezikoi seriozisht. Pra duhet zëra të rinj që ti artikuloj. Të nderuar Po dalin, teleshikues, pse s'dalin, kjo më shqetëson mua. Dhe kauza legjitime, siç është të ajo. nderuar teleshikues, Se Dhe s'dalin. vetë korrigjimi Se në në emisionet e ardhshme, Folët studentëve. Në Gjermani dalin, ju lutem. në Rusi s'dalin dot. Ju Nuk lutem. është Rusia si Ja ne. që në Shqipëri dalin, Nuk është dhe Rusia diferenca si është që ne, pëse u vetë korrigjua, pra kërkesa legjitime e studentëve që ishte në protestë që unë e mbështeta, isha aty me ta. Rusia është azi. U vetë Ne korrigjua kemi në azi, 3 është pika, dallimi. ka pika tjerë që Të nderuar teleshikues, A i diskutojmë ata. ky ishte emisioni ynë për mbrëmjen Pra e se jam sotme. i dëshëruar. Ju lutem. Ky debat s'bëhet kur. Të nderuar Për teleshikues, debati sa keqe është opozita. Unë jam për këtë debat që thoni ju. mbajtë ta bëjmë, Gjërat e mira, gjërat e këqija. Ç'a është? ta bëjmë, ta bëjmë. Po që në qatë një Gjithë flasim debatin, regjimin por satanik. Ky është një vend fushat që i duhet opozita. Është një vend që i duhet opozita. Në qoftë se është vërtet ajo këtu aty që kemi të bëjmë me një Duhet të lloj regjim, opozite fare. po s'pati opozitë, Jo pra mbase atëre, punë e madhe, të nderuar teleshikues, punë e madhe okay. fare. Se Berisha e ka marrë me tapi opozitën. Vetë zhduket. Sipas-